Pavlina Evro e konsideruar mbretëresha e atletikës shqiptare, sot për të nderuar Faruk Kalleshin në nderin e kombit të këtë ceremoni me vërtet shumë interesante. Pavlina folet edhe në podium për thot emocionet, por tash me diçka me konkrete për konsideratën ndaj kësaj figure të madhe si Faruk Kalleshi. E privilegjuar ndihem që ndodhesha në këtë sallë për 80 vjetorin e perandorit të peshngritjes shqiptare. Në të njëjtën kohë dhe e mallëngjyer shumë duke u takuar me gjithë legjendat e sportit shqiptar. Ishte një kënaqësi e veçantë që të ndodhesha në këtë sallë dhe patjetër që unë do të bënja udhëtimin që nga Korça të isha e pranishme në këtë ceremoni. I uroj Farukut jetë sa më të gjatë me familjen e tij të mrekullueshme dhe t'i kaloj dhe 100-at, ashtu siç di vetëm ai të jetoj aq bukur me peshën e rëndët të gjithë kombit shqiptar. Edhe vetë logoja që përcolli këtë aktivitet Faruk Kalleshi, perandori i peshngritjes shqiptare. Shumë e gjetur. Po, edhe ai është vërtet një legjendë dhe një perandor i peshngritjes shqiptare. Në vërtetësi edhe pas largimit nga sporti keni ruajtur shoqërinë, miqësinë me familjen Kalleshi. Padyshim që po, me të gjithë sportistët dhe elitën e sportit shqiptar, takohemi vazhdimisht edhe me të madhin Agim Fagu, jemi miq të hershëm, ashtu dhe sot e ruajmë shumë miqësinë tonë e me të gjithë legjendat e sportit shqiptar. As më tepër që edhe Korça me Shkodrën kanë pasur bashkëpunimet e hershme. Të mirë, po. Ne shkojmë shumë me Korça me Shkodrën, janë shumë hafër me njëri tjetrin. Isha me Pavlina Evron, është një emër simbol i sportit shqiptar, mbretëresha atletikës që është konsideruar nga Korça, ku Korça me Shkodrën, Skënderbeu me Vllaznin kanë pasur bashkëpunime të hershme. Pavlina ishte kënaqësi që u takuam në këtë vjetor të 80 të Faruk Kalleshit dhe radhë këto mendime, këto konsiderata për mjeshtrin në mall nderin e kombit Faruk Kalleshi. Ishte kënaqësi për mua që të isha e pranishme dhe privilegj padyshim të ndodhesha në këtë sallë midis legjendave të sportit shqiptar, edhe për të drejtorin e legjendës shqiptare dhe perandorin e peshngritjes shqiptare, Faruk Kalleshin. Nderi kombit shqiptar, ashtu siç e ka titulluar dhe presidenti jon. Ishim një herë theksojmë me Pavlina Evron, emblema e atletikës shqiptare.